kur të zë mallkimi? Mallkimi të zë kur në mes ka padrejtësi. Për shembull, në qoftë se një person tall një tjetër të vujtur dhe i vujturi e mallkon, tjetri mbaroi, iku, shuhet me gjithë fis. Do me thënë, kur i bëj të keq njeriu dhe ai më mallkon, mallkimet e tij i zën. Perëndia lejon të zën ato, ashtu siç e lejon një njeri të vrasë dikë tjetër. Por kur ka padrejtësi, atëherë mallkimi kthehet prapa tek ai që e dha. Po siç lirohet njeri nga mallkimi? Me pendimin dhe rrëfimin. Kam parasysh shumë raste kur njerëzit u torturuan nga mallkimi, kur e kuptuan që u mallkuan sepse kishin bërë faj, u penduan dhe rrëfyen. Nëse ai që ka bërë faj thot, Perëndia im bëra gabim, më fal, dhe rrëfet me dhemje dhe sinqeritet, atëherë Perëndia do ta fal, se Perëndia është. Ndëshkohet vetëm ai që merr mallkimin apo edhe ai që e jep? Ai që merr mallkimin torturohet në këtë jetë, por ai që mallkon torturohet në këtë jetë dhe në tjetrën. Si kriminal do të ndëshkohet nga Perëndia atje, po të mos arri këtu të pendohet dhe të rrëfehet, sepse dikush mund të gacmoj, por ti me mallkimin që jep është tamam sikur të marrësh revolën e ta vrasësh. Me çfarë të drejtë e bën këtë? Çfarë do lloj gjëja që të bën tjetri nuk e të drejtë ta vrasësh? Që të mallkon njeri do të thotë se ka ligësi. Mallkimi i jep njeri kur e thot me pasion, me zemrat. Mallkimi kur vjen nga njeri që ka të drejtë, ka fuqi të madhe. Sidomos, fuqi të madhe ka mallkimi i vejushës. Njëherë ishte një gruajve e cila kishte një kal të vogël që e lidhte buzë pylli që të kulloste. Me që ai ishte pak i vështirë, ajo kishte gjetur një litar të fortë për ta lidhur. Njëherë shkoi në pyll 3 gra për të prerë dru. Njëra ishte e pasur, tjetra vejush, kurse e treta jetime. Pan kalin të lidhur që po kulloste dhe thanë me njëra tjetrën: "A se marrim litarin për të lidhur drut?" E pre në 3 pjesë dhe secila prej tyre mori nga një copë. Kali iku dhe humbi në pyll. Kur erdhi plaka dhe nuk e gjeti kafshën, u zemërua. Filloi ta kërkonte kudo dhe u lodh shumë derisa e gjeti. Në fund, kur e gjeti, tha me zemërim: "Me të njëjtin litar e lidhshin atë që e mori." Një ditë, vllai së pasurës bënte shaka me një armë duke menduar se ishte e zbrazur. Ishte një nga ato që lanë italianët dhe e goditi motrën. Duhej ta çonin në spital dhe nevojiti litar për ta lidhur në një shkallë druri. Por nuk arriti ai që kishte. Në ato çaste u gjet copa litarit të vjedhur, por edhe ajo nuk mjaftonte për ta lidhur. I sollën edhe të dyja copat e litarit e lidhën tek shkalla dhe çuan në spital. Kështu u realizua mallkimi, të mbështjellshin me të njëjtin litar. Më në fund, ajo vdiq nga plaga. Perëndia ndjeft. Shikoni, mallkimi ra mbi të pastrun që nuk kishte nevojë ekonomike. Të tjerat kishin varfërinë e tyre, kishin disa lehtësira. Kujdes nga mallkimi.